Mirë se gjej. Faleminderit edhe desha të dhuroj këtë varse. Ky drur është ayahuasca. Ua, sa i bukur. Pas ka formën e një luleje, apo jo? Ka formën e zemrës, ka zemër. Zemër. Pra çdo prerje të rëthori e hardis ayahuascës jep këtë formë? Po, nuk është e punuar, absolutisht. Interesante. Faleminderit shumë që ma dhuron. Gjithashtu. Nuk e di nëse sjell fat apo kush Jo, është kjo vetmia sjell e këtë varse? ndërgjegje edhe kujtesë. Duke të vënë këtë varsë në qafë, do jetë fillimi i një udhëtimi pafund. Faleminderit. Sa arome mirë? Në gjuhën e shamanëve të Amerikës Latine quhet shakapa. Ato kanë një bimë të vetën që përdorin. Po unë jam shaman shqiptar, e bëj me çaj mali, me gjetna picin, bajer. Çfarë është një shaman? Shaman është një shërbëtor. Shërben njerëzve edhe udhëheq në një udhëtim të paimagjinueshëm jashtëtrupor. Të çon ayahuasca në një përvojë jashtëtrupore? Ayahuasca bashkë me shamanin, po. Ka shumë skepticizëm për ayahuasca. Pse? Pa dije. Edhe kryesorja unë them është inxhinieria sociale që na bëhet neve që kur lindim. Po të shkojmë në xhungël, nuk ka skepticizëm fare, fëmijët fillojnë edhe gatojnë ayahuascën që kur janë 6 vjeç, edhe fillojnë edhe pinë edhe udhtojnë me ayahuascën që kur janë 9 vjeç. Çfarë është ayahuasca? Se edhe unë kam nevojë ta kuptoj më shumë. Kam dëgjuar për ceremoninë e saj, por përmend e hardhin, përmend e xhunglën, nuk e di. Dua të kuptoj më shumë. Në formën fizike ayahuasca është një hardhi, po që ta marrësh kështu si çaj që ta pish për udhëtim jashtëtrupor, duhet edhe një bimë tjetër që quhet chakruna. Asaj merren gjethet, kurse ayahuasca si hardhi, pritet, edhe bashkë ato zihen dhe bëhet ky çaj. Po ayahuasca është shumë se sa hardhi. Është prezantimi i perenicë, prezantimi i portës dashnisë. Aty ke ajo portë që nuk e prekim dot me sy, po e shohim me zemrën. Aty ku ata që kanë kurajën dhe guximin të vinë, hyjnë e bojnë një. Në hyjni. Në Amerikën Latine kam dëgjuar në Peru rritet ayahuasca. Po në Amerikën Latine, po. Jo vetëm Peru, po në gjithë Amerikën Latine. Ja. Dhe është e lishme në Amerikën Latine. Jo vetëm është e lishme, po është krenari kombëtare. Ayahuasca. Ashtu si kemi ne Skënderbeun, ata kanë ayahuasca, që të zgjon shpirtin. Sa vite ke që je në këtë rrugtim, Kenta? 18 vjet edhe 16 vjet shaman. 16 vite shaman. Është një udhëtim i pafund. Mesazhi më i fortë që dashnia ka është që të na kujtojë që ne jemi lumturia vet. Lumturia nuk kërkohet, nuk fitohet, nuk ta jep njeri, nuk jetohet, nuk ka lumturi këtu në botë. Ka gëzim, po s'ka lumturi. Lumturia vërtet është ajo njësia, kujtimi që ne jemi lumturia vet edhe dashnia vet. Pra, pavdekshëm. Arrin të kesh një numër të përafërt se sa ceremonia ayahuasca ke zhvilluar në këto 16 vite? 400, 500, 600. Shumë. Ndihesh e kuptuar nga njerëzit? Në përgjithësi, jo vetëm në ceremoni. Ja. Në botë ekziston një ignorancë e madhe. Sa vjen e thellohet më shumë. Pse është ayahuasca e jashtëligjshme? Ayahuasca është e jashtëligjshme se s'do ketë kontroll. Njerëzit fitojnë një liri të mbrëmshme që nuk e kontrollon dot më njeri. Kenta, unë jam shumë kurioze të përjetoj këtë ceremoninë e sotme, po mos thuaj ti nëse ayahuasca është për të gjithë, a mund ta kem këtë përvojë sonte. Ayahuasca është për të gjithë ata që janë gati. Si ta kuptoj unë që jam gati? Dgjoj, atë kuptimin ti e ke pas para se ti ishe këtu, se sot e ke marrë vesh. Kam dëgjuar të tregohen edhe përvoja jo pozitive nga ayahuasca, madje kam dëgjuar që mund të jetë edhe rrezikshme në disa raste. Jo, po. A është e rrezikshme? Nuk është e rrezikshme ayahuasca, e rrezikshme është ignoranca që njerëzit vinë ose i afrohen ceremonisë. Ata që janë shaman të mirëfillt kanë një formular që duhet plotësuar. Me fjalë, ata që vinë në ayahuasca ceremoni duhet të jenë të shëndetshëm. Të shëndetshëm nga presioni i gjakut, nga zemra, nga ana mendore,
mos marrin antidepressants, mos jenë drugs, marrin kokainë, heroin, gjithë me fjalë, të pinë ashash. Në një farë mënyrë sot jam e përjashtuar duke qenë se mjekohem për anktin Po. dhe kush është arsyeja pse unë nuk mund ta përjetoj 100% ayahuascën sot dhe pse nuk më lejohet? Përqindja më e madhe është që mos të kesh mundësi të udhëtosh, se Xenex e Company të E bëj një bllokim të receptorëve po, në sistemin nervor. edhe të pineal gland, po. Dhe të gjendjes Por spinale. nëse në disa raste të ralla kalon, do luftojnë të dyja. Nga kush do ta marrësh informacionin? Do e marrësh nga ilaçi apo do e marrësh nga ayahuasca? Dhe ajo luftë bëhet mrena në trup. Edhe njerëzit kalojnë në ekstaz, e kanë të vështirë të kontrollojnë veten. Nuk e marr dot? Nuk mund ta marrësh ayahuasca, do pish pak, po do na nderosh që t'jesh ndihmëse. Është një pozicion jashtëmase i nderuar. Njësoj si shamani, t'jesh në shërbim të njerëzve, du të kesh zemrën e hapur, t'i kuptosh, të ndjesh energjinë, të ndjesh nevojat e atyre që do marrin pjesë. Pra unë sot do jem ndihmësja jote në ceremoni dhe do provoj pak ayahuasca. Po, shumë pak. Do kesh përjetime se energjia, kur bëhet kjo ceremonia e ayahuascës, është shumë e fuqishme, shumë vibrante. Madre, 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 Merikujni kristalina. Po ti si shaman, do ta pish ayahuascën sot? Po patjetër, po se piu shamani, nuk bëhet udhëtimi. Sa rol ka shamani në këtë ceremoni sot? Dhe sa është përqindja e fuqisë ayahuascës? 50% shamani, 50% ayahuasca. Pra pa shaman, nuk zhvillohet dot ceremonia e ayahuascës. Mund gjendesh në disa pozicione që do jetë e vështirë që ti punosh e dalësh. Bëhet gjithmonë kështu me, siç e shihni këtu me këto setup me fjalë që i themi. Sendet, Shamani duhet të jetë prezent. tingulli Një nga ujit, ato. natyrë. Shifemi në krahun tjetër.